Atere kalojmë të aktivistët dhe gazetarët, si Dorela dhe Arbrin fillim, shmendoni për koncertin e Kanye West, me që ne folëm për këto momentet, minutat që unë folëm, pagesën 4.2 milion euro nga buxheti shtetit dhe mënyrën si u promovo koncerti. Majoranca thotë që Shqipëria e vërtet janë këtat koncertit dhe jo ju që jeni mbledhur në protest. Atëhere, ne 101 kushtetutës, sipas të cilit shkresa që jep 4.2 milion eurosin, thotë, ne 101, Këshilli i Ministrave, në rast nevoje dhe urgjence në përgjegjësinë e tij, mund të nxjerrë akte normative, urgjence. Bravo, jemi në rregull. Do diskutojmë fjalën emergjencë dhe urgjencë, domethënë cila është ndryshimi. Sigurisht se nuk është fond emergjencë, është dhe ka ndryshim të madh. Zonjë, të lutem, ndalu, mos na ndërprit se po bëhesh e pakëndshme. Pa merak. Mos e ke merak fare, do të ndërpresat në ndoj shefi. Me vërtet. Ç'është? Po ndërpres me vllap të çani në diskutim tani në qoftë. Ju keni edukat, unë s'kam. Urgjencë. Po mirë. Tham dhe herë, urgjencë. Ta njohim kisht. Po, se s'njif në deri tani. Po, tani, 4.2 milion euro për një këngëtar fashist është rast unik në Shqipëri që ndodhë dhe mund ndodhi vetëm me Edi Ramën kryeminist. Po ata në proteste, keni parë me ato simbolet, apo ata s'quan ata? Apo vetëm Kenin? Keni s'është as shqiptar? Zoti Rakipi, zonja që keni ftu në emision faktikisht as nuk i përfaqëson fare bomat e qeverisë që i bën këto, sepse është sjell si figurë shpëlar për të shpëlar imazhin e vjetruar të qeverisë. Zonjë, ju është me të vërtet për të ardhur keq që një zonjë e brezit ton vjen sot dhe përfaqëson kryeministri një qeverie të 13 viteve korrupsion, e cila... Sipas teje, gjithmonë. Po, pikërisht sipas meje, se unë po flas. Po mirë, po mos më ndërprit. Është mendimi im personal, se nuk e ke fakte, kupton. Thuaj, kam qef të shpreh një mendim dhe shpreh. Po mos na bëj sikur e ke fakte, kupton. Mos më ndërprit. Mos dalësh ti tani të 13 vite, po të ndërpresat në ndoj kokra qeve të mos do të pyes ty jo. Po 13 vite nuk thua ti do të korrupsion. Ti po ke fakte, nxirë thujaku është korrupsioni 13 vite. Nëse ke mendim, thuaj, po shpreh një mendimin tim dhe hajde ta dëgjoj mendimin tënd. Po mos na bëj sikur po shet fakt. Shiko, nuk jemi në lidhje të partisë shtet këtu, partisë tonë. Po, pikërisht, se ka do mbledhjet nuk flasun, kështu thoni ju, që s'flasim, kështu që flasim këtu. Ti flet çfarë të shkruajnë përpara dhe e lexon me zot larg. Ashtu e bezakonisht. Ti tani sapo pres që të ma shkruajnë prapa të përgjigjen që do të jap ty, edhe do ta them direkt. Pak shpejt, ju që po ma shkruani se s'po arrit dot. Po, edhe çfarë the tash me gjithë. Po jo ti çfarë po thoje, se ti po na jep këshill, je fytyra, mos më ndërprit kur flas. Kam qef të ndërpres dhe do të vazhdoj ta bëj sa të flasësh të dallallësh. Po, vazhdo. Bukur. Zoti Rakipi, siç e shihni, keni të bëni. Po, keni të bëni me kur s'kemi njerëz. Nuk do të themi, nuk do ndrymë me personale. Jo fare, po. Të themi kemi të bëjmë me një kulturë komunike. Sa ta lejojmë të mbarojë. Nisi me jep fytyra që do të shplash e budallësh. Tani të lutem. Arbër vazhdo. Zonja në fjalë thash dhe herë nuk e përfaqëson fare qeverinë sepse nuk ka qeverisë. Dakor. Dhe personat që përfaqësojnë vërtet atë qeveri nuk e kanë guximin të vinë në këtë studio. Ju, zoti Rakipi, e dini shumë mirë, unë ju bashkë kemi thonë disa herë që pse nuk vinë dhe nuk vinë vërtet, sepse nuk munden të mbrohen. Dhe po t'i shifni... Një pjesë kanë ardhur, se. Treçereku kanë ardhur... Shiku Sarën që nuk ka qenë... E Femirti atë që nuk ka qenë në pushtet dhe... Pikrisht, pra... Ka kratë ngrot në këtë pikpamje, por ndërkohë, një pjesë tjetër kanë ardhur. Klosi për shembull është një mik i studios. Pra, partia shtet dërgon... Disa deputetë të tjerë kanë ardhur. Po pra, partia shtet tani dërgon në studio për të mbrojtur bomat e tyre të pa justifikueshme nëpërmjet figurave të cilat nuk janë bërë pis me pushtet. A ka më parti shtet se ju që nxirri këto emra të review-t, njerëz në përpem... Sara, e lejojmë të thotë çfarë ai mendon deri në fund dhe vijojmë. Thotë në fakte, jam dakord. Tani, para pak ditësh... Arbër, me njerë, sepse do të kaloj si Dorela dhe dy kolegët e mi. Pikërisht, pra, po tjetë fjala për këngëtarët dhe për artin që pëlqejnë shqiptarët, para 2 ditësh, Dua Lipa tha se është e shqetësuar për mënyrën se si qeveria shqiptare... Jemi okej. Jo, me leta them, se si qeveria shqiptare... Po ju e shani Dua Lipën, thonit që ka marrë një vil, këshu falja, se shani, po tani se shani më. Jo, pa ashtu është e përkëdhelë. E për, po tani nuk e shani më nga që ka darë atje. Po jo, mëse këta dolen edhe thanë që Dua Lipa nuk flet... Në një vend që pjesa më e rëndësishme e medias shqiptare, nuk flet.
Unë nuk e di fare, sepse është e kapur një media shumë e rëndësishme, është e kapur me atë sinor, me atë pjesë. Ju që nuk e dini zonë, nuk mundeni të vinit përfaqësoni qeverinë këtu, sepse nuk keni qeverisë. Ne nuk e kemi me ju. Ata që kanë votuar, nuk kanë nevojë të përfaqësojnë qeverinë domosdoshmërisht. Po pikërisht pra, ne kemi me qeverinë, jo me ju. Ju nuk përfaqësoni qeverinë. Dhe qeveria që ju... Qeveria që ju... Po mbas e mërë dhe në tjetër, dhe një japë një tjetër, asaj dhe... Pylloj, jo shënë e premtja, shënë e dile. Së pari është akt te për i gudzimshëm. Bile ka njërë si në këtë vapë nuk punojnë, no? Stopojnë. Po ta lëmë Arbër të mbaroj se kemi dhe në studio. Arbër të lutem, jo, gjitur është dhe po fletë. Po pra, minimum respekt është të ndëgjojnë. Thelbi është që nuk i kemi përfaqësues të qeverisë të cilët fshihen nga pyetjet, nga përballja argumentative me qytetarët. Jo, është përfaqësues të qeverisë tani dhe mos e vazhdojmë me këtë bisedë. Se unë, një pjesë e rëndësishme e qeverisë e përfaqësuesve të qeverisë kanë ardhur. Dhe vinë. Ka që s'vinë, punë e tyre. Sot nuk vinë. Sidorela, okej. Tani, mua më vjen keq fakt se ne këtu vazhdimisht vim për diskutuar ndonjë ide dhe kur kemi përballë përfaqësues qeverisë, përfundojmë duke dekonstruktuar të pavërteta. Është e pavërtet së pari të thuhet që protesta është bërë për Ahmet, se kjo mund të ndodhëm kur i shikon dhe bën rishare vetëm storyt e kryeministrit apo statuset që ai bën, ndërkohë që protesta sot është ditën e 44-të. Është pa vërtet të thuar që ishte koncerti Kanye West që e vendosi Shqipërinë në mediat ndërkombëtare, se ka 44 ditë që flet e gjithë media botërore për një protestë të jashtëzakonshme qytetare që po ndodh në Shqipëri kundër autokracisë e Edi Ramës, korrupsionit e Edi Ramës, krimit të organizuar që ka futur në shoqëri dhe në çdo sektor Edi Rama dhe kundër medias kapur që kanë mbështetur Edi Ramën. Kështu që Shqipëria është e vërtet që është bërë qendër e medias botërore, po është bërë prej faktit që protestues kanë dalë me protestat dhe koncerti janë garë, se nuk e kuptova ju lësi. Protestat... Nuk janë shqiptarë ata që kanë shkuar ka koncerti? Ata që kanë shkuar të koncerti janë ata që ju keni dërguar nga shkollat nënvjeçare, që keni vendosur të gjithë patronazhistët, sistemin e mësuesve, dhe të anatemosh njerëzit që shkojnë në një koncert të lirë, të pavarur, kanë paguar dhe para për të shkuar atje, është tmerr, është fundi. Në 2026, në të jetë këtë diskurs edhe të anatemohen njerëzit sepse shkojnë në një koncert, ora është të tmerrshme. Edhe ka shumë njerëz që po thuat vërtetë. Edhe në protest, edhe në koncert. Nuk është se ndryshon fakti që protesta dhe koncerti ekzistojnë të dyja në të njëjtin moment, tregon se sa demokratike është Shqipëria.